Mirëdita, të nderuar nxënës, unë jam profesor Mustafa Kurtishi, vij nga gjimnazi Sami Frashi, Kumano. Gjatë kësaj orës, ose gjatë kësaj ligjërate, do të mundohemi të shpjegojmë njësinë mësimore shteti i Egjiptit. Kjo ligjëratë përmban, domethënë, 3 nëntite. Edhe këto: krijimi i shtetit, rregullimi shtetëror dhe shoqëror, forcimi dhe shtrirja e shtetit. Krijimi i shtetit. Shteti i Egjiptit themeluar nëpër luginat e lumit Nil në pjesën verigjindore të Afrikës. Për të mbrojtur nga përmbytjet dhe njëherët për të ujitër sipërfaqet e punueshme, u ndërtuan sisteme të irigacionit ose sisteme të ujitjes dhe liqenet artificiale. Për ndërtimin e këtyre sistemeve, popullata ishte organizuar në bashkësi ose komuna fshatare. Me bashkimin e disa komunave krijoheshin nomet ose rrethet, në krye me nomarat. Me bashkimin e nomeve u krijuan 2 shtete të mëdha: Egjipti i sipërm dhe Egjipti i poshtëm. Rreth viteve 3100 para erës së re, Menesi e krijoi shtetin e bashkuar me qendër në Memfis. Banorët më të vjetër të Egjiptit ishin Hamitët, Semitët dhe Nubët. Banorët e shtetit të Egjiptit merreshin me bujqësi, domethënë mbjellnin grur, drithëra, orez e tjerë, me blegtori, bakti e trash dhe imët, me gjueti, domethënë me zetër, terra, tegra, gazele, antilopa dhe me peshketari. Lumi Nil u mundsonte të merreshin edhe me tregti. Shteti i Egjiptit, rregullimi shtetëror dhe shoqëror. Shteti i Egjiptit kishte rregullim sklavpronor. Në krye të shtetit ndodhej sundimtari apo faraoni, i cili kishte pushtet të pakufizuar, të përjetshëm dhe trashëgues. Ai posedonte pasuri teje të mëdha, ushtri të mëdha në punën shtetërore dhe klerik, të cilët bashkërisht e shfrytëzonin punën e sklavëve, të fshatarëve dhe zejtarëve. Pushteti i këtillë i faraonit njihet edhe si despotizëm. Gjatë sundimit të atij i ndihmonin mëkëmbësit ose zëvendësit e tij, të cilët ai vetë i emëronte. Banorët e Egjiptit ndaheshin në banorë të lirë, aristokracia ushtarake, klerikët, në punësit, tregtarët, zejtarët dhe banorë jo të lirë, të cilët ishin sklavë. Forcimi dhe shtrirja e shtetit. Në historinë 30 shekullore të shtetit të vjetër të Egjiptit kanë sunduar 31 dinasti faraonash. Historia e tij ndahet në 3 periudha: periudha e vjetër, e mesme dhe e re. Ekziston edhe ashtu quajtura periudha e perandorisë së mënshme të Egjiptit. Pra, luftërat e gjata që i kanë zhvilluar faraonët e fundit për zgjerimin e shtetit e kanë dobësuar Egjiptin. Para mosymjeve të fisëve fqinj, shteti dal nga dal filloi të humbë territoret. Shteti i Egjiptit në vitin 671 para erës së re u pushtua prej asirëve, të cilët do ta sundojnë shtetin për 100 vjet. Në vitin 525 para erës së re, Egjiptin e pushtoi Persia dhe e shndroi në provincën e vet. Aleksandri i III i Maqedonisë në vitin 332 para erës së re e pushtoi Egjiptin dhe e përfshiu në përbërjen e perandorisë maqedonese. Rreth vitit 30 para erës së re, Egjipti pushtohet nga perandoria romake dhe hyn në kuadrët e saj si provincë romake.